إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Allahun Azza wa Jalla falenderoj. Ati takon pushteti në tokë dhe në qiell. Ai ka fuqi për gjithçka. Çdo gjë është në dorën e tij. Andaj nuk adhurojmë askën tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe dëshmoj se vetëm ai meriton të adhurohet. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vëllezër të nderuar, ju këshilloj juve dhe vetën time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Frikë e cila na ofron tek Allahu subhanahu wa taala dhe e cila na bën më të kujdesshëm në përmbushjen e obligimeve dhe detyrave që kemi kashi Allahu Azza wa Jall, po kashi edhe të tjera, dhe të ruhemi nga mëkatet e gjunat. Allah subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore i lavdron besimtarët e mirë. I lavdron për besimin dhe veprat e mira. Dhe ndër këto ajete janë ajetet e para të surës Al-Mu'minun, në mesin e të cilave Allahu thotë: "Wa hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Sa dhe besimtarët duke i lavdruar dhe të cilët e mbajnë emanetin, pra e ruajnë emanetin dhe i përmbushin detyrat që i kanë marrë mbi vete ose mbi supë. Pra është cilësi e besimtarit të mirë që të ruaj emanetin, të ruaj besën, dhe gjona që i kanë marrë për detyrë të mbanë marrëveshjet, kontratat e kështu me radhë. Dhe shumë sot që të flasim të kjo pjesë e parë ajetit, po tek emaneti, mas saksisht të ruajtja e sekreteve. Sepse ruajtja e sekreteve është emanet. Emaneti ka peshë të madhe në fenë Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La imana liman la amana." Nuk ka besim ai që nuk ka besë. Andaj, emaneti dhe besa është prej veprave më të mira dhe më të lavdrume, e kundërta cilësi e besimtarëve, e në veçantë cilësi e munafikëve, është përhapja e sekreteve ose mos mbajtja e besës. I dërguari sallallahu alaihi wasallam, po edhe shumë ajete kuranore realisht, na tregojnë për rëndësinë e kësaj teme. Se nga natyra jonë është bura se kemi sekrete, secili prej neve e ka anën private, ka sekrete të caktuara. Po, për shkak të rrethonave, nganjëherë disa gjëra nuk mundi mban sekret për të gjithë. Po dhe nganjëherë, për shkak që të zgjedh disa çështje ose nevojën e ka njeriu që disa sekrete të ndonë bashkë me tjerë. Qoftë me familjarët, qoftë me shokët, ose qoftë me njerëz që janë profesionalistë në një fushë të caktuar. Ka raste ku njerëz kanë sekrete që i ndajnë me hoxhën, duke konsultuar me të. Ndaj sekrete me mjekun atje, qoftë psikolog, qoftë për ndonjë çështje, problem shëndetësor diçka, ose atje probleme dhe të lashe duke këshilluar me një avokat, me ku ta diuni, profesione të ndryshme. Andaj kur njerëzit ndajnë një sekret me ty, dije që ai sekret është emanet. Ajo duhet të ruhet. Ruja familjarit të në sekretin. Ruja shokut të në sekretin. Ruja xhamatlis të në sekretin.
Ruja pacientit të në sekretin. E kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: nëse dikush ndon një bisedë me një njeri dhe shikon mrapa, mos po e dëgjon dikush, dije që ai është emanet. Nuk ka nevojë ka njeri me të thonë që kjo është sekret, mos i trego kërkujt. Ndoshta ka njëri ta kërkon, ha? Mirë, po nuk është të thonë me ta kërkuj gjithherë. Prej rrethonave kuptohet që është një çështje që po e ndon vetëm me ty. Praktikisht, kjo forma që ka ardhur këtë hadith është formë shumë e qartë që tregon se ai nuk don këtë bisedë me ndonë me dikon tjetër, po don me ndonë vetëm me ty. Atë ruje këtë emanet, ruje këtë besë. Ka forma të ndryshme që na ka tregu pejgamberi se si truhet sekreti, se ai mund përhapen forma të ndryshme për njerëzve të ndryshëm. Mirë po, ndër sekretet më të rëndësishme janë sekretet mes bashkëshortëve, mes burrit dhe gruas. Sekrete që asnjë familjar tjetër, as prind të tyre nuk i din ato sekrete mes tyre dhe detajët mes tyre. Dhe pikërisht për këtë pejgamberi alayhis salam tregon se prej njerëzve më të këqij tek Allahu azza wa jall ditën e gjykimit është ai burr i cili afrohet bashkëshortës së tij. Dhe ai afrohet atij e pastaj e përhap sekretin e saj. Po dhe ajo nuk njëjtë është. Domthonë është ndaluar që të përhapen sekretet mes bashkëshortëve të tjerë. Publikohet jeta e tyre në private, jeta e tyre në intime. Po gjithashtu, është edhe një anë tjetër që mund të flitet këtu në lidhje me fshehtësinë ose mbajtjen e sekreteve. Është një thonjë që ka ardhur si hadithi pejgamberit alayhis salam që disa dhe saksojnë e konsiderojnë hadith të saktë, mirë po që gjithsesi kuptimi është i mirë dhe i saktë. Thot për përmbushjen ose ndihmoje përmbushjen e nevojave tua duke i mbajt ato sekret. Kjo është një aspekt tjetër, thonë. Kjo është një aspektin që nuk ka nevojë çdo gjë të më tregu të gjithëve. Përkundrazi, nëse don me pas sukses në shumë prej punëve tua, mos i bë të mëlloja ato. Mos i trego të gjithëve. Për çka? Ka shumë njerëz që janë ziliqar, ka njerëz që janë shumë hasedxhi. Është syshi e shumë gjëra që janë pastaj pengesë për me arritë të një sukses. Kështu që parimisht shumë gjëra ruaj, mos i përhap. Po nëse dikush ti ka shfaq sekretet e veta ose i njeh, e ki për obligim me i rujt ato. Kjo është një temë shumë e gjatë realisht. Ka shumë arsye pse përhapen sekretet. Ajo para që është e domosdoshme është besimi i dobët, imani i dobët, që thamë edhe çu fillim. S'ka iman ai që s'ka besë. Dhe pikërisht ajo fetaria e paktës, ai imani i dobët shumë herë shkak që njëri nuk ja ka frikën e Allahut dhe i përhap sekretet e tjerëve. Qoftë me fjalë, qoftë me shkrime, në portale se kudo tjetër, bile qoftë edhe me një isharet, edhe me një shenjë. Bëhet fjalë për një çështje të caktuar, ai bën me sy që kishë filon është kështu. Atëherë njëri ketë kujdes. Imani dhe besimi i dobët është shkak. Kështu që ta forcojmë imanin dhe besimin tonë. Gjithashtu, si shkak tjetër, se ka shumë shkaqe, po është hakmerja. E që është likështikja realisht. I shok të ngushtë janë prish me zvete. Ortak të ngushtë në një biznes, në një punë të caktuar. Edhe në ata ortak të marrë ngushtë që ta ma heret bashkëshort të martuar, kur ndonë me vetin, si ja kanë frikën e Allahut, po secili për veti nxjerr sekretet e shokut të tij, bashkëshortit, ortakut të tij.
E kjo është likështi. E arsye tjera, cilat do që t'jena ato. Dije, o robi Allahut, ki me dojë për Allahut, ki me dhonë përgjëtësi për çdo gjë. Prej këtyne përgjëtësive, soje nga ata që i kerut sekretet e të tjera. Allah Azza wa Jalla na shtofti mundën dhe besimin tonë. Na bo për atyre që cilësohen me cilësi të mira në mesin e tyre dhe rujtja e emanetit besës dhe rujtja e sekreteve. Për atyre njerëzve që janë të besueshëm, që kur dikush të thot diçka e din, që prej teje nuk do del kurrë. Dhe kjo është ajo, qoftë feja e njeriut, qoftë ona profesionale e tij, e kështu me radhë që tregon se është një njeri i besueshëm, një njeri i fjalës e kështu me radhë. Elusë Allah subhanahu wa ta'ala, na përmirëson të gjithëve, na bashkon këtë botë në punë të mira, e na harit në xhenetin e Allahut dhe kënaqësitë e tij. O sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falendrojmë Allahun Azza wa Jalla gjithherë. Salavat dhe selam e pa ndërprej dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Xhamatit të nderuar, për sa kohë njeriu e mban sekretin, atë ka në dorën e tij. Kur lëshon ai mund kthehet. Son dietar të shprehën ndryshe. Për sa kohë një çështje e ki sekret, ai është robytja. Është robytje. Në momentin që ti e shën atë, ti më bosh robësoj. Ti më bosh robësoj. Se ti të në i dirigjum. Ti pastaj i mundën e një farkon. Andaj, ti rujmë sekretet në njëri për njëri tjetrin që kemi. Ti jemi njerëz të besueshëm. Mos mashtrohem mas interesave të caktuara, se disa njerëz për shkak të interesave të caktuara shkojnë deri në tradhtim më të rëndën, ka shi familjes, ka shi shoqërisë, ka shi edhe vendit e shtetit, deri në ato tradhtit ku edhe sekretet më të mëdha i shfaqin. Dhe kjo tregon për ligështinë e tij. Andaj besimtari, besa konë se cilësi e jona, troje tona, po praktikisht kemi pasur edhe shumë njerëz ka të pabesë. Mirë po nuk e kemi këtu vendin për me kritiku të tjerët, po kritiken me adretu vetit. Që ti bënë besnik, ti ruje emanetin dhe besën, e so e rujnë tjerët se cëllë është përgjithë për veprat e tjera. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, kema sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.